Hollanda, vendi ku çdo qen ka një shtëpi. Hollanda është bërë vendi i parë në botë ku nuk ka më qen endacak në rrugë. Po, asnjë qen nuk është më i vetëm, ka tani më një shtëpi. Sot pothuajse çdo qen në Holland ka një familje, një shtëpi dhe një person që e pret në derë. Ndërkohë që në botë flitet për rreth 200 milion qen endacak, Hollanda vendosi të bënte një zgjidhje ndryshe. Dhe po, ja ka dalë. Por si arriti këtë gjë? Jo me dhunë, jo me masa ekstreme, por me kujdes dhe organizim. Qeveria bashkë me organizata për mbrojtjen e kafshëve dhe vetë qytetarët nisën një program të thjeshtë. Mblidh, sterilizo, vaksino dhe kthe. Sterilizimi ishte çelësi, sepse kur ndalon lindjen e pakontrolluar, problemet zgjidhet nga rrënja. Kjo mënyrë është vlerësuar edhe nga organizata ndërkombëtare si World Animal Protection si një nga metodat më humane dhe më efektive për të menaxhuar qenë endacak. Por ja dhe pjesa më interesante, kërkesa për një qen është aq e lartë sa organizata në Holland po marrin qen nga vende të ndryshme evropiane që dhe ata të gjejnë një shtëpi. Pra, nga problemi, Hollanda e ktheu situatën në një shembull frymëzues. Një vend që tregon se me politika të shëndrueshme dhe pak zemër, edhe rrugët mund të mbeten pa qenë endacak, sepse ata më në fund kanë se ku të shkojnë.